Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kohët e fundit, siç kemi vënë në re edhe në emisionin tonë Argument, ka pasur aktivitete të larmishme, sidomos Dega e Vatrës në Boston. Aktivitete nga ato aktivitete tek Universiteti i Harvardit, aktivitete me kishën, promovime librash, bashkëpunim me shoqatat e tjera si Mazbesa apo shoqatat të tjera të Bostonit, dhe për të folur më gjerë për këtë veprimtari të tashme dhe të ardhme, kam ftuar kryetarin e Degës së Bostonit, zotin Maksutaj. Edhe njerë, mirë se erdhët në emisionin tonë. Do deshim të analizonim si u ringjallë, se nuk ka qenë përpara rikrijimit të Degës kjo larmi aktivitetesh, paktën unë brenda këtij muaji kam parë, sepse më duhet të ndjek çdo aktivitet të komunitetit shqiptar, boll aktivitete dhe të larmishme dhe të bukura që nga takimi me zotin Walker e të tjera. Si është puna e Degës, si po avancon ajo në drejtim të aktiviteteve? Faleminderit ty shumë për hapësirën dhe kohën e mundësinë që na jep këtu në programin tënd, edhe përshëndetje të gjithë shikuesve të emisionit tënd. Ne kur kemi marrë punën, kur them ne, mendoj unë dhe gjithë ata veteranët para 2+ viteve, kemi marrë me një mendim, domethënë që ne jemi vullnetar, nuk paguhemi dhe këtu do bëjmë sakrificën dhe nuk mund bësh mirë, po nuk e le veten keq. Ky ka qenë mendimi i parë. Dhe duhet nisëm nga kjo. Pastaj me dëshirën edhe vullnetin për të bërë më mirë, sepse po nuk sakrifikove, nuk do mund të bësh mirë asnjëherë. Kështu që çdo punë që bëjmë, çdo event që është duke organizuar, çdo manifestim, çdo mbledhje, domthonë është me aftësitë ose mundësitë tona financiare, duke pasur dhe falendëruar gjithmonë njerëzit, biznesmenët shqiptar edhe të tjerë që na ndihmojnë dhe na mbështesin, dhe lëm veten e tyre keq, domthonë që ne të mund t'i arrijmë të dalim sa më mirë dhe sa më suksesshëm, dhe një herët avash kemi filluar domosht që kthehet besimi tek Vatra siç ka qenë e Nolit dhe Konisës dhe ajo se për cilën është krijuar. Mendoj që ne kemi ende shumë punë për të bërë, ne nuk jemi as afër aty se ku duhet jemi. Jo vetëm si federat panshqiptare Vatra këtu në Boston, por në gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe më gjerë. Dhe mendoj që pika tjetër domethënë është avash të kthehet besimi tek qytetarë shqiptarë, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë që Federata Panshqiptare Vatra është prap ajo që cila u kriju, ka të njëjtin mision, të njëjtin qëllim, edhe është duke punuar për të njëjtën detyrë. Shpresoj që edhe ajo që më bën ndihem shumë mirë është afrimi i gjeneratës re, sidomos tek Vatra në Boston, apo është shoh edhe në Vatra tjera, në qendra tjera, domethënë që afrohet gjenerata e re, ajo talentuar me profesionalizëm, edhe të cilët janë domethënë të avancuar dhe të cilët do të ndihmojnë jo vetëm Federatës Panshqiptare Vatra, por çështjes shqiptare në përgjithësi, me cili është edhe qëllimi i vetë federatës tonë. Kështu që ne do vazhdojmë punën tonë me kthimin e besimit tek qytetarët shqiptar në diasporë, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ne specifikisht në Boston edhe shtetet që janë në veri tonë, dhe pastaj të shohim se çfarë mund të bëjmë më shumë për çështjen shqiptare dhe për gjithë shqiptarët kudo që janë. Unë kam parë në Degën tuaj një bashkëpunim edhe me shoqata të tjera, jo çunat e Bostonit, jo Mazbesa, edhe shoqata të tjera, jo vetëm të Degës së Vatrës, studentët e Harvardit e tjera. Pra, aty ka disa qendra shqiptare historike, si kisha e Shën Gjergjit, e Nolit, Universiteti Botror i Harvardit, cilët mund të krijojnë mundësi jo vetëm për komunitetin, por nganjëherë po të mbështetet vetëm tek një organizatë, siç po më thoje, ketë pamundur të gjendesh në të njëjtën kohë në vende të ndryshme. Më përmend disa nga aktivitetet e fundit ku ju keni organizuar dhe bashkëpunuar dhe me shoqata të tjera. Unë mund të filloj vetëm për këtë vit që jemi tani, dhe tani sapo fillojmë muajin e katërt, domethënë jemi në prill, duke filluar me vitin e ri, ne kemi pasur promovim libri
me kishën e Shën Trinitis, pastaj kemi pasur dy vjetorin e kemi bërë të ringjalljes së vatës në Boston me bashkëpunim me çunat e Bostonit në Albania Community Center. Pastaj kemi vazhduar me bashkëpunim me Albanian Harvard Student Association, me Alba Group, Leo's Events and Restaurant, dhe me çunat e Bostonit dhe një herë dhe me Mas Besën. Ku kemi sjell Joe Diogardin për herë të parë në Harvard dhe në njëjtën ditë pas eventit në Harvard kemi mbledh Komitetin Shqiptar dhe kemi bërë një prezantim dhe një event mrekullueshëm, kemi vazhduar në City Hall ku kemi ngritur në qendër të Bostonit të flamurin e Republikës Kosovës. Dhe në mbrëmje kemi pasur një event, një dark invitation me ftesa me biznesmenët, me liderët e komunitetit, udhëheqësit e organizatat e ndryshme, ku kemi mbledhur dhe kemi pasur mundësinë që të bisedojmë më gjatë e më gjerë me Joe Diogardi dhe Shirley Diogardi. Duke vazhduar pastaj me William Walker që kishim eventin e fundit me 28 mars prap në bashkëpunim me Albanian Student Association Harvard, me kishën e Shën Gjergjit, ne kemi pasur një event të mrekullueshëm atë ditë dhe në mbrëmje në bashkëpunim me çunat e Bostonit Albania Community Center kemi pasur një dark manifestim dhe mirënjohje edhe për Joe Diogardi dhe Shirley Diogardi dhe një herë për William G. Walker dhe Nellie Walker për punën, sakrificën dhe gjitha ato gjëra që ata e kanë bërë për çështjen shqiptare, jo vetëm për Kosovën, por për çështjen shqiptare. Dhe kjo pastaj ka kulminuar me 29 mars kemi pasur eventin tjetër me kishën e Shën Trinitis prapë në promovimin e librit të Thanas Gjikës me St. Paul in Durham në Durham, domthonjë që ishte diçka që edhe për mua vetë edhe për njerëzit e tjerë po mësonin gjëra, domthonjë më shumë për historinë edhe gjëra që kanë ndodhur në trojet tona, domthonjë që është diçka me cilën ne duhet mburremi. Këto evente ka qenë vetëm në këta 3 muajt e parë, si themi, duke mos përmendur 32-3 evente që kemi pasur madhështore vitin e kaluar, që viti 2025 edhe në një numër më të madh në vitin 2024. Për këtë vit shpresoj dhe tani kemi ende evente të planifikuara për 6 mujorin e parë dhe për 6 mujorin e dytë. Dhe si thash, përveç Albania Community Center çunat e Bostonit janë mbështetës të mëdhenj të komunitetit tonë që falenderoj publikisht, Massachusetts Albanian American Society BESA, Albanian Fighting Cancer, kishën e Shën Gjergjit apo kisha Noli siç njihet, kisha Shën Trinitis, që është Holy Trinity në South Boston, pastaj Albanian Student Association, Bentley Student Association dhe gjitha organizata tjera që pa ndonjë qëllim nuk jam duke i përmendur, por që ne bashkëpunojmë dhe veprojmë në Massachusetts, po edhe në shtetet në Maine, New Hampshire, Vermont, të cilët na vinë në vete që ne bëjmë për arsye se ka më pak shqiptar andej. Ne mendojmë që bashkëpunimi ynë do të vetëm sa do shkojë dhe do thellohet, dhe të bashkëpunimet tona gjithmonë do të jemi të përbashkuar për sa i përket komunitetit dhe kur dalim në agjenda të ndryshme ose evente që do ndodhin. Duke mos harruar për ta muajin e vazhdim, unë siç edhe para se fillon misioni përmend sa gjëra domosht që ne duke filluar nga hëna kemi edhe një vizitë nga shoqata shqiptare që vjen nga Stambolli, që do bëjmë një pritje këtu në Boston. Pastaj kemi një event në fund të muajit prill. Një gjë tjetër që më bën të ndihem shumë mirë do të jetë 114 dhjetori i Federatës Panshqiptare Vatra, në event të cilin planifikojmë ta bëjmë gjatë muajit maj, kur ne në vitin e kaluar për herë të parë kemi nda $5,000 bursa për studentët shqiptarë. Këtë vit do mundohemi ta dyfishojmë atë numër në 10,000. Dhe të ndihmojmë sa do pak studentë shqiptarë të cilët ndjekin mësimet në shtetin e Massachusetts ku jemi ne këtu, dhe që ata të ecin përpara dhe të mësojnë sa më mirë dhe të jenë suksesshëm dhe në fund që atë profesionalizëm, atë gjitha detyri që ata marrin ta kthejnë për të mirën e çështjes shqiptare dhe shqiptarëve kudo që ata janë. Duke vazhduar pastaj kemi vesh në kontakt për në muajin qershor, ku kemi edhe të 2 vjetorin e gjenocidit në popullatën shqiptare në Qameri, dhe vesh jemi duke organizuar dhe biseduar me njerëz përfaqësues këtu, kongresmen dhe senatorë në shtetin tonë, edhe me organizata që do vinë nga Shqipëria edhe nga shtetet e ndryshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe shpresoj të jetë një event madhështor që do të përmbyll 6 mujorin e parë të këtij viti dhe planet që kemi për 6 muajin e parë të vitit 2026. Pastaj do vazhdojmë me planet që do vazhdojnë nga muaji shtator dhe normal ne do jemi në bashkëpunim të ngushtë me shoqata që përmenda dhe me të tjerë që do vinë nga shtetet e ndryshme, domethënë për të promovuar qoftë libra, qoftë kostume të shqiptare, qoftë gjërat e tjera të cilat janë me rëndësi për sa i përket çështjes shqiptare. Ju më përmendët shqiptarët nga Turqia, si siguruat lidhjet që ata po vinë?
Mu më duket që ajo është e njëjta si ishte edhe ti, domthon, me qenë se ne jemi në media dhe duhet jemi të lidhur dhe të njohim se çka është duke ndodhur, ata kanë parë punën tonë. Edhe pse mundohemi të jemi goxha modest, ata kanë parë punën tonë përmes rrjeteve sociale dhe kanë arritur domthon që të vjen në kontakt me ne. Dhe ne nuk e kemi as pak të vështirë domthon që të bëjmë një pritje atyre që ata meritojnë, edhe në njëjtën kohë të njohim me historinë e të parëve tanë si Noli Konica e gjithë tjerëve që kanë bërë shumë për çështjen shqiptare. Mentor, të falemderit për gatishmërinë tuaj për të qenë gjithmonë pranë televizionit tonë. Ne jemi zëri i shqiptarëve të Amerikës, natyrisht me figurat tuaja si intelektuale dhe si biznesmen edhe si drejtues të federatës dhe degës së saj në Boston, që ka qenë qendra e dikurshme e Vatrës. Ju falenderojmë për punën mjaft të mirë që bëni dhe praninë tuaj në studio. Ne do të vazhdojmë këtë bashkëpunim të mirë me ju dhe me të tjerë të shoqatës suaj dhe do të japim siç japim dhe në informacionet tona të përditshme edhe informacionet e shoqatës suaj që unë e verë re se janë shtuar mjaft kohët e fundit, janë bërë më aktuale, por janë bërë dhe më moderne, domethënë duke tërhequr edhe inteligjencën e re, edhe me grupe artistike se çunat e Bostonit apo me të tjerë, edhe me promovimin e librave të ndryshëm nga autorë të ndryshëm. Me shpresën që do të kem rastin edhe unë promovoj një libër timin aty mes jush, pasi është një libër që flet për raportet midis Nolit dhe Konicës i parë në një këndvështrim të shumanshëm. Ju falemderit edhe njerë dhe miru takofshim. Faleminderit ty gjithmonë për gatishmërinë, mundësinë dhe hapësirën, sepse pa ju zëri jo nuk do të ishte ose nuk do të shihej ose nuk do të dëgjohej në të gjithë shqiptarët e tjerë, kështu që jemi mirënjohës shumë për çdo gjë që bëni për çështjen shqiptare. Faleminderit shumë. Ju falemderit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dhamë fund të emisionit tonë Argument. Ishim me zotin Maksutaj, drejt për të drejti nga Bostoni, folëm për veprimtarinë e degës së Federatës Vatra në Boston, veprimtari të shumanshme, të larmishme edhe në sajt të koordinimit me shoqatat të tjera shqiptare. Miru takofshim në emisionet tjera.